një dy gjëra qëre. Natyrisht që ligjet edhe qeveria që e ka pushtetin, ajo pastaj mundohet me shty politikat e veta me shndru në ligjet. Ajo plotësisht dakord. Vetëm se asnjë ligj, e veçanërisht jo ligjet të rëndësishme, nuk mendoj unë që në një situatë demokratike duhet me kalu pa u fol për to. Për shembull, ligji për sigurime shëndetësore, a e dim na çtu çka kanë ta? Jo. Ligji për çmimet tavan, a e dim na çtu çka kanë ta? Jo. A e dim na çka kanë ligjin për biron? Deri tash më numja se a ka ndryshuar, se ka ndryshuar, ka bë, se ka bë. S'po them mos me i kalu, le të kalojnë, le të votojnë. E kanë shumicën, i votojnë. Pse vëlla nuk duhet me ditë çka kanë to? Kishim mujt na sot me fol për sa për sigurime shëndetësore, na janë për një më shumë të mira që po duhet me bëj diun. Po çka kjo ide? Me i shty ligjet e rëndësishme, për cilat është folë se cila parti ka premtuar sigurime shëndetësore, në fund brenda natës hajde pe shtim po i votojnë këtu. Pse do të më aboj kështu? Që kjo ke pyetja jam, s'po them se s'do të më bëj ato. Dhe tash më se mora fjalë për i pak në temë. Domethënë, çfarë? Është e vërtet, unë mendoj, edhe këtu pajtona plotësisht me yllin. Lidhja demokratike e Kosovës do të më ashti lapsin. A ma mirë me bashkëpunu me Vjosën Zedhi apo me dalë që shënkon. Kuptimi jo që shënkon si strukturë, se nasha përsinjën e ndryshojnë, nuk e dione. Që kjo është, kërkim falja, ti ke bugavim, po, që ashtu është, dakord jam, qëre, kjo është qëndrimi deri tash i dëgjuar nga Hikmeti Bajrami. Edhe Hikmeti Bajrami, si deputet e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka të drejtë me pas mendimin e vet për të gjë. Unë nuk e njiva Hikmeti Bajrami që thotë që nëse ajo vjen pa kërkim falje unë dal. Ose dikush tjetër. Ta po thonë, na mendojnë që ç'është, na shta zbohet ç'ashtu. Këta thonë nuk ke mirë që ke punë. Vazhdojmë, sepse nuk duhet na me prit me një parti politike që kanë me qenë homogenikisht të njëjtit mendim për secilën çështje. Kjo do ati. Ka mos pajtime, ka me pas mos pajtime, në rregull është. Lidhja Demokratike e Kosovës e qet mos pajtimet ka shumë jashtë, ta tjetër i marrin pak më shumë brenda, po mos pajtimet kanë gjithë. Për çështje të ndryshme. Pse apo mendon që në lëvizjen e vendosjes për shembull janë kohë krejt dakord me Dimal Bashën kryetar kuvendit? Jo. Aty jo. Edhe ka pas përplasje aty, edhe ka pas përlame për atë punë, edhe në fund ka fituar gjaj. Kështu që nuk është ajo, atë mosum brengosin këto që po thonë, jo po i ka do zëra kundër Lidhjes Demokratike të Kosovës. Natyrisht që ka do zëra. Ka me pas edhe kur ti. Natyrisht që ka do zëra. Mirë po ata kanë me dalë me gjas bashk, nëse dalin bashkë, nëse arrihet ky bashkimi i lumit Vjosa, dhe kanë me garu bashkë, kanë me dhënë secili maksimumin për me pas një sukses tillë. Tash efekti Vjosa Osmani dhe kthimi i saj ose bashkëpunimi i saj me Lidhjen Demokratike të Kosovës, mos themi kthimi se s'po kthehen, si efekt publik, kjo për mua është temë e rëndësishme. Jo sa ka fuqi politike Vjosa në vete, që mund ta ketë ku ta diu në 7, 8, 5, 4, 3, të atë thësh 4/5. Kur thëshon që e kalon pragun, ti the pse e kanë ul pragun. Po si do të qoftë? Pendra da ke fjalë gjashysh. Po dhe jos të kemi pranuar, do të thekë stash ashtu. Nuk e thanë në mënyrë eksplicite, po ne kuptova në mënyrë eksplicite. Mirë po. Për mua më shumë duhet të analizoj cili do të kishte më qenë efekti i bashkimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës në këtë rast me Vjosën Osmanin. Rritja e lëvizjes vetëvendosje në vitin 2021 ka ardhur për shkak të lëvizjes vetëvendosje më shumë, dakord. Ka ardhur për shkak të bashkimit të Vjosës dhe guxos në lëvizjen vetëvendosje, po jo vetëm si përqindje e votave që kanë ardhur nga LDK-ja, po edhe si efekt entuziazmi që është krijuar me këtë bashkim. Do të ndoshmë po teknikisht se nuk ka teknikë. Asnjëherë në këtu nuk i bën krejt votat prej, si më thonë, subjektit tjetër, madje as Albin Kurti. Çfarë? Nuk është ajo, nuk është këtu mekanike që shmendojnë njerëz unë kam 10% vota, ka të shkoj mua votojnë 10%. Jo, nuk është ashtu. Dhe s'është as për Vjosën, e vërtet, s'ka me qenë për raskan. Si mund as për panin. Si mund as për panin, si mund as për kërkën, domethënë se në asnjë rast nuk kanë qenë. Nuk kanë qenë, fatmilime ka qenë njëri i dytë më i votuar në Partinë Demokratike të Kosovës apo jo? Po.